komunikim, këtë bisedë të Resulullahit me Allahun fuqiplot, ne në çdo namaz e lexojmë, në çdo namaz e këndojmë, në çdo namaz e përsëritim. Nuk ka namaz pa tahiyat, pa paraqitur ndërimet dhe përshëndetjet më të mira, më të larta, më të përzemërta, që mburojnë nga imani i thellë për Allahun xhaleshanhu. Mirë po, nuk mungon edhe selami i Allahut mbi ne, mbi besimtarët e mirë dhe gjithë ata që kanë besuar me shpirt, me zemër e me mendje. Vëllezër të dashur besimtarë, Surja Al-Isra që fillon me Subhan është mesin e shumë sureve që fillojnë me pikërisht me këtë emër dhe me këtë tesbih. Gjitha suret tjera fillojnë formën foliore, sabbaha lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, yusabbihu lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Mirë po fjala Subhan është vetëm një sure nga suret e Musabbahat që njihet në shkencat kuranore, që fillon pikërisht me emrin Subhan. Allahu xhaleshanhu ka zgjedhur pikërisht këtë fjalë për treguar njeriu dhe besimtarëve se kjo është një tesbih, është një ibadet i cili i bashkon gjitha krijesat e Allahu xhaleshanhu që ka krijuar. Nga që me tesbih madhrojnë njerëzit, me tesbih madhrojnë Allahu xhaleshanhu melaqet, me tesbih madhrojnë Allahu xhaleshanhu e xhenet, me tesbih madhron Allahu xhaleshanhu edhe rufeja, edhe murmurima, dhe me tesbih madhron çdo gjë që ka krijuar Allahu xhaleshanhu. Sabbaha lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Allahu ne ka madhruar çdo gjë që ka në tokën e qiell, po jo vetëm kaq. Yusabbihu lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Po vazhdojnë ta madhrojnë atë çfarë ka në qiell dhe tokë. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Allahu xhaleshanhu thotë se nuk ka asgjë që kanë krijuar që nuk madhron Allahun me tesbih, yusabbihu bihamdihi. Yusabbihu ar-ra'du min khifatihi. Rufeja dhe murmurima madhron Allahun xhaleshanhu me tesbih, nga frika dhe nga droja që ka nga Allahu xhaleshanhu. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Pra nuk ka asgjë që ka krijuar Allahu që nuk e madhron me tesbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Mirë po Allahu xhaleshanhu thotë se ju nuk e kuptoni madhrimin e tyre. Fjala Subhan ka të bëjë me tenzihin që ne i bëjmë Allahu xhaleshanhu në ibadet, në madhrim. Nuk i ngjasojmë atij asgjë, as në esencë, as në cilësi, as në veprime. Nga që askush nuk është në esencë sikur ai, askush nuk është sikur ai në cilësitë e tij, virtytet e tij, dhe askush nuk është sikur ai në veprimet e tij. Pra fjala tesbih, me cilën Allahu xhaleshanhu filloi këtë sure, na bën me dije se gjitha krijesat janë të urdhëruara që të madhrojnë Allahun xhaleshanhu pikërisht me këtë tesbih dhe me këtë ibadet. Prandaj edhe Allahu xhaleshanhu thot në Kur'an, sabbih isma rabbikal a'la. Madhro Allahu xhaleshanhu dhe madhro emrin e tij të madh me tesbih. Vëllezër të dashur besimtarë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe në hadithin që transmeton Ebu Hurajra, që është një nga hadithet më të mëdha dhe më të përmendur dhe më të njohur, edhe që Imam Buhariu përfundon edhe sahihun e tij me këtë hadith, thotë se janë dy fjali që janë të rëndësishme dhe të rënda, janë të lehta në gjuhë, po janë shumë të rënda në peshore, ato janë subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Kalimatani khafifatani fi l-lisan, azimatani fi l-mizan, thaqilatani fi l-mizan, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdi. Janë pikërisht ky lloj tesbihu që ne e bëjmë, edhe që Resulullah e ka bërë dhe ka urdhëruar besimtarët që ata në vazhdimsi ta bëjnë. Tash Zoti xhaleshanhu që gjithmonë ne jemi
prej atyre që madhrojmë Allahun xhaleshanu në mëngjes e mbrëmje, prej atyre që kujtojmë Allahun xhaleshanu në mëngjes e mbrëmje, nga që kujtimi është ai që i bën mirë besimtarëve, në veçanti kujtimi i Allahut xhaleshanu, nga që edhe vetë namazi, se në Allahu xhaleshanu e veçoi dhe e dalloi duke bërë obligim atë mbi 7 qiejt, ka për qëllim përmendjen dhe kujtimin e të madhit Zot. Iqimis salate li dhikri, thot Allahu xhaleshanu. Falë namazin për të më kujtuar mua, për të kujtuar Allahun xhaleshanu. Kjo është dimensioni i lartë, vertikal që ka të bëjë me përkujtimin e të madhit Zot, ndërsa efektet dhe frytet e këtij përkujtimi, e këtij madhërimi, duke farë namazin xhaleshanu, duke farë namazin, frytet e tij janë se inna salate tenha anil fahshai wal munkar, se vërtet namazi pastaj çfarë bën? Kur ju përkujtoni të madhin Zot me namaz, ky namaz që keni bërë për Allahun xhaleshanu me sinqeritet, me devotshmëri, ai do t'ju ndalojë nga të këqijat, nga të neveriturat, mirë po dhe do t'ju mbrojë edhe nga të këqijat, edhe nga të neveriturat. Dashur Zoti xhaleshanu, që ne gjithmonë të jemi prej atyre që kujtojmë Allahun xhaleshanu me namaz e me ibadete. Të jemi prej atyre që përmendim Allahun xhaleshanu shpesh dhe pa jandar. Edhe gjithmonë namazit të jetë përore ajo që mban besimin ton në këmbë, nga që Allahu xhaleshanu për dallim të gjitha ibadeteve, vetëm këtë ibadet e ka bërë të pajustifikueshëm. Haxhi mund të kryhet apo edhe mund të mos kryhet, varësisht nga kushtet që kemi. Po ashtu edhe zekati mund të kryhet apo edhe mund të mos realizohet, varet nga kushtet financiare që i kemi. Po ashtu edhe nga xherimi, si një nga kushtet e Islamit që kemi, mund të realizohet nëse i plotësojmë kushtet, jemi të mirë me shëndet, nuk kemi në udhtim, apo edhe nuk kemi vështirësi tjera. Mirë po vetëm një ibadet, vetëm një kusht i Islamit, Allahu xhaleshanu që në çdo rrethana, në çdo kohë dhe në çdo vend, namazi në asnjëherë, në asnjë moment, në asnjë rrethana nuk justifikohet. Pra duhet të falet gjithmonë pikërisht për të mbajtur këtë ekuilibër mes imanit dhe Islamit, edhe për të mbajtur këtë lidhje të fuqishme mes robit dhe krijuesit absolut. Dashur Zoti xhaleshanu që gjithmonë në këto takime, në këto mezhlise të dijes, përfitojmë nga dijet, nga këshillat, nga ligjërimet e hoxhallarëve që gjithmonë na freskojnë me dijet e tyre që burojnë nga besimi, që burojnë nga Kurani, nga sunneti i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, nga dija ulemave, e enbijave, e mudarrisëve që kanë shërbyer këto troje prej kur ka shndritur besimi, shpirtin dhe mendjen e besimtarëve ta. Edhe njëherë, lu Zotin xhaleshanu që kjo natë e Isras dhe Mirajit gjithmonë t'jetë prore në besimin tonë dhe mendjen tonë, edhe ajo t'jetë gjithmonë e ngulitur, nga që ajo vazhdon t'jetë prove dhe sprove edhe sot e kësaj dite. Nuk ka qenë vetëm për kohën kur ka qenë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam provë dhe sprove. Mirë po, ajo vazhdon që të provoj besimin e besimtarëve edhe sot e kësaj dite, besimin e gjithë atyre besimtarëve që me besim të plotë e besojnë atë që ka thënë Kurani, atë që ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po është sprovë për gjithë ata që besimin e tyre kanë dyshime, besimet e tyre kanë hamendje edhe lajthiten me ide të ndryshme. Prandaj lë Zotin xhaleshanu që gjithmonë kjo mrekulli, edhe këto dy sure që na bëjnë thirrje gjithmonë që të kujtojmë, që të meditojmë, të reflektojmë mbi kuptimet e këtyre dy sureve, janë pikërisht raste ku ne përfitojmë edhe nga bekimet e kësaj nate. E s'ka dyshim se bekimi më i madh i asaj nate në atë kohë, mirë po, i dhe çdo nate kur ne e qohemi, madhrojmë Allahun xhaleshanu e farim e vetëm për te, t'jetë bekim për shpirtin tonë, për besimin tonë, edhe për botën tjetër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. E falenderojnë kryeimomin e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës dhe datë të nderuar mosafir,
Dhe në përmbyllje të kësaj tribune, kjo tribun do të zbukurohet me një kaside, si të themi, një pjesë të meludit që bën fjalë pikërisht për këtë notë, të cilën do të na interpretoj imami Zjadin Efendi Leka, duke mbyllur këtë ditë me lutje qetësi dhe përkushtim ndaj Allahut të madhruar. Allahu na bëft këtë tubim të pranuar dhe të dobishëm për të gjithë neve. Mustafa'ya kemetan ka bankelam Zdrypjeren frefi për paraj dha selam Për njëherë mual shëjtin në zeman Shkoj me taj për me si drej mund të han Pa muru fej, hiq bazaj, pa diksha, Mustafa si foli hiq baj, ishtiba. Ya Muhammed, Allahu dhul jalal, gjitha lemin, veç për tyje e kam fol. Her se samur adën son të tini paq T'japim një dërt, një mityr, një ilaq Ja ilahi Kam të t'i thakët rëgjat Me u falu me t'in sakam pi me i kan Romza i fjan në akhiret zot Qka do t'bojnë të madhja Jo të ata qka do m'gjojnë Ditën atma shumë gjëna bojnë sen se vab Por t'ken qëtu tem që më zjari bana zaf Mirajim për mejdani du me mdan Po me t'it qka kan ja rab me u fal Zoti tha që ej Muhammed Mustafa Mos ke gajne atrit let jetë se far Prej e zelit për ty kam than dostije E me shkrova emnin tam me